Bismillahirrahmanirrahim. Para përgatitje për Ramazan, jemi në serinë e dytë me radhë. Pra, siç e tham edhe në serinë e parë se etkakum do të thotë devotshmëri. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë et-taqwa ha huna, dhe bëri me shembull në drejtim të zemrës që devotshmëria është këtu. Pra, ne duhet të kujdesemi për zemrën tonë, la bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Zotit pra qetësohen zemrat e besimtarëve. Prandaj qëllimi i agjerimit është qetësimi i zemrave tona me dhikrullah, me përmendjen e Allahut, me agjerim, me abstenim pra nga hoja dhe pija, ndalimi nga ushqimi nga mëngjesi deri në mbrëmje, pra me syfyr dhe iftar. Por syfyri dhe iftari ka peshën e vet shumë të madhe. Bëni syfyr sepse në syfyr ka bereqete të mëdha. Syfyri pra ka begati dhe bereqete të mëdha, pra dhe iftari po ashtu ka gëzimin e madh. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na thotë se agjëruesi ka dy gëzime, një gëzim e ka kur takoj Allahun subhanahu wa ta'ala ma yushrikun, dhe gëzimi i dytë është pra kur bën iftar pas një ndalimi nga ushqimi gjatë gjithë ditës dhe ibadeti të përkushtuar me zoht, pra me përkushtim. Kjo ka një rëndësi shumë të madhe, prandaj ne si besimtar duhet mundohemi që të përgatitemi me imanin tonë, me besimin tonë në këtë Ramazan, dhe të na gjejë ky Ramazan të përkushtuar me zoht, përkushtim pra, o zadethum imana, siç tha Allahu në Kur'an për banorët e shpellës, Allahu ashtoi atyre dhe më shumë besimin pra, dhe i bëri të përkushtuar këta djelmosha, të cilët hecën kësaj rruge që është rruga Siratal Mustaqim, dhe ne prej shumë vitesh u von dekada që dhe ne majmë këtë Ramazan pra, dhe mundohemi me përhap fjalën edhe punën edhe veprën e mirë. Në dekadat e tëra duke thirrur ezanin në minaretet tona, në xhamit tona duke mbajtur ligjërata, duke ngritur themelet e besimit në zemrat tona, por duke i përhapur ato dhe në zemrat e njerëzve të tjerë, dhe duke përhapur fjalën e mirë. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, i tha Allahu dashtën e tonë Muhammed alayhis salatu wassalam, na kena me të forcu ty me një fjalë të fuqishme. Prandaj fjala e fuqishme është fjala e Allahut, Kurani i famulart. Pikërisht ky Kur'an ka zbritur muajin e bekuar të Ramazanit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, pra muaji i Ramazanit në të cilin ka ardhur ky Kur'an, edhe në këtë muaj është edhe një natë Lejlatul Mubarak, është një natë e bereqetshme, që është khairun min alfi shahr, që është më e vlefshme se një muaj. Prandaj ne përgatitemi me hin këtë muaj, edhe pak ditë, që me na urrit imani, me na urrit besimi, me na urrit përkushtimi në rrugën e Zotit, edhe gjatë 11 muajve të tjerë që pasojnë ne me qenë të përgatitur shpirtërisht dhe moralisht në sfidat e ndryshme të jetës. Prandaj, përkushtimi në punë të mira, në vepra të mira gjatë këtij muaji e përgatit personalitetin e njeriut dhe e bën njeriun më të përkushtuar. Prandaj, siç e tham, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, në mënyrë që të arrihet pra devotshmëria. Ta agjerojmë ashtu siç agjeruan gjyshrit tan, ta agjerojmë ashtu siç agjeruan me shekuj në trojet shqiptare, burra vigan sy pa trembur, po dhe gra burrnesha, sopodesha që e agjeruan në Ramazanin dhe na bën iftarin ne këto nëna të ndershme, Allahu i nderoft në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe ne duhet t'i falenderojmë shumë motrat, nënat tona, vajzat tona që përgatitin iftaret, syfyret, Zoti shpërbleft, edhe këto përgatitje që i bajnë edhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Secili prej tyre pra merr pjesë në përgatitjen pra e kësaj akademie të madhe që e ka emrin Ramadan Mubarak. Prandaj, na qoftë me hajër e me mirësi ky muaj i bekuar i Ramazanit, me shpresë tek Allahu që t'i shtojmë sadakat tona, që t'i shtojmë iftaret ma shumë, të ushqejmë sa ma shumë, të sëmur, të varfër, nevojtar, vonjak e kështu me radhë. Prandaj të përgatitemi dhe të jemi
të fuqishëm në këtë përgatitje që të nderojmë njeriun sepse vetë jemi njerëz. Nëse ne nderojmë njerëzit, Allahu na nderon ne. Prandaj, ky muaj i bekuar Ramazan, pra është muaj i sakrificës, është muaj i mëshirës, është muaj i amnistisë, është muaj i faljes. Pra kjo është seria 2 që po e diskutojmë së bashku. Selam aleikum, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju. Takohemi në serinë e radhës.